Një ngjarje e rëndë është shënuar në fshatin Malikolaj, ku një 56 vjeçar është gjetur pa shenja jete në banesën e tij. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se ai ka humbur jetën si pasojë e një arresti kardiak. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për dokumentimin e plotë të shkakut të humbjes së jetës. Ndërkohë, 3 persona janë proceduar për kanosje ndaj një 16 vjeçari. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materialet në prokurori dhe kanë nisur procedim penal në gjendje të lirë për një 25 vjeçare banuese në Shkodër dhe një 44 vjeçar banues në fshatin Shtojëri, si dhe një 27 vjeçar banues në fshatin Golem. Sipas policisë, ata dyshohet se kanë kanosur me fjalë një 16 vjeçar për motive të dobta. Gjatë kontrollit, 44 vjeçarit i u gjet një shkop bejsbolli, i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, në prokurori janë referuar gjithashtu materialet pas kallëzimit të një 68 vjeçari, i cili ka deklaruar se rreth 6 muaj më parë i kanë humbur targat e furgonit në pronësi të tij. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.